Kjo gurët në veshka, doktor Ardit, a është proces që rishfaqet, ripërsëritet edhe kur I largohen? Po se që është qysh e përmanëm qysh në fillim, nëse janë ato pacientët që kanë quhen disoplaka të randale, do mënë soj përket aspektit genetik, që ajë prapë ko me formu gurë. Ti e pastron, e largon gurë, qop me thyre, qop me laser, është krejnë regull, ndoshta mrena 5-6 mujve, 1 viti, maksimum 2 viti, a I komorë prapë një guri tjetër. A mund të jetë edhe kjo met që ujtë të cilën e pim të pa filtruar, jo të blerë, do me thonë, mund të ndikoj shpytje për pacientët të cilët e kanë si shqetësim? Tani, do me thonë, duhet të kenë studime ma të mdoja për me jop një përgjigje ma të modhe dhe ma të sakt, por tash uji, ka me shku në lukti ka me trejt, ka me dal në zorë, për zorëve ka me përthith, ka me dal në gjak, gjaku ka me shku në veshka, veshka ka me filtru. Është ko gjatë do rrugë që e bën, nuk është aj uji që na si e pime një është ka në veshka. është një rrugë tjetër, pak ma ndryshe, edhe në këtë aspekt nuk mendoj që mundet me pas fort përveç se është një uj që përmbon oligominerale shumë, ma shumë, se so ujtë e zakonshëm, atër grumbullimi që atyne mundet me pas një efekt të tillë që me pas krem të gurve. Po prapë se prapë, unë tash është një rrugë pak ma ndryshe dhe pak ma e gjatë e përtithjes së ujit nga organizmi jonë.